deshtëm apo s'deshtëm me qare ose pa qare, I jena falenderus mërgatës prej toke në qiell për gjitha që I ka bërë dhe për të gjitha që I bën për vendin tonë. Na kemi ambasador të pa certifikum në qytetet ndërkombëtare, djem e vajza të cilët çdo ditë na bojnë krenar me paraqitjet e tyre dhe ajo është një vepër e cila e paraqet popullin e Kosovës, paraqet rininë e Kosovës se sa të mirë dhe të fuqishëm jemi ne. Sa I përket aspekti politik e thash edhe më herët, është individual dhe këtu jam shumë I lumtur që ekziston kjo formë e ndërgjegjes në popullin tonë dhe nuk jemi sikur shteti jonë amë, këtë rast e thash edhe më herët Shqipëria ku ekziston burokracia totale, tek ne nuk ekziston kjo formë sepse në fund të ditës qofshim mergim ose qofshim në Kosovë, secili prej neve kemi të drejtën e votës dhe votojmë ashtu siç e shohim ne personalisht. Nëse kthehemi në dy porzgjedhjet e fundit, të vjedhura ose jo të vjedhura, sepse unë nuk mund të quaj diçka të vjedhur pa pas kontest gjyqësor, e kemi pas LDK-n që ka marrë një numër konsiderueshëm votash nga mërgimtarët, këtë nuk guxojmë ta mohojmë. Pra unë nuk e kuptoj pse ekziston kjo frikë e partive opozitare në karshi me mërgimtarët dhe Ka mund të vjen, vllazë, çish mund të thotë, në çfarë e kanë thonë edhe për televizione të tjera. Shikoj, nuk